Një vajzë që mban fjalën e burrit. Një emër që e keni dëgjuar shumë shpesh këto kohët e fundit, por që jam e bindur që nuk dini shumë për të. Dhe unë kam kënaqësinë që sot, në puntatën e radhës të Bajiti Podcast, të kem të ftuar një vajzë shumë solare, një vajzë të jashtëzakonshme, me energjinë që ajo ka, edhe gjërat që ajo thot, mbi të gjitha gjërat që ajo thot. Kam kënaqësinë të kem përballë meje Sara Mila. Ua, po ç'është kjo intro kaq e bukur, më bëra vetë serioze situatën. Jo, për te shaka, Sara mua më ka bërë shumë përshtypje në rrjetet tua sociale që ti ke vendosur këtë bion. Një vajzë që mban fjalën e burrit. Çfarë do thotë kjo? Kam përshtypjen që lind më shumë për faktin se në gjitha marrëdhëniet që unë krijoj, në radhë të parë krijoj ato mbi një marrëdhënie besimi. Dhe kam përshtypjen që të njëjtën qasje kam pasur edhe ndaj njerëzve që nesër do jenë në fakt edhe votuesit e mi. Kështu që në radhë të parë është besimi dhe ne ndajmë, po themi, një besë me njëri tjetrin dhe çfarë unë e them, unë atë e bëj dhe kjo është besa që ne të dy kemi në këtë moment dhe jam referuar kësaj. Ne e themi shumë shpesh fjalë burrash, edhe pse jeta më ka mësuar që më shumë të janë gratë ato që do të thoya, po gratë nuk e mbajnë fjalën. Por meqense në shqip gjithmonë tingëllon fjalë burrash, atëherë ja ku është një grua që e mban fjalën e burrit. Sara, vajza nga Elbasani, që të gjithë këto kohë të fundit ja kanë dëgjuar shumë emrin. Edhe në bisedat që kam pasur me miqt apo kur jam në rrugëve të qytetit, dëgjoj shumë që njerëzit e thonë emrin tënd, por thonë kush është Sara? Dhe ne kështu dua ta fillojmë podcastin ton. Kush është Sara? Dua t'i tregosh njerëzve për Sarën si vajzë Elbasani, për Sarën si mami, edhe për Sarën që ka zgjedhur të sfidoj veten mes familjes edhe karrierës dhe për të futur në një botë e cila nuk është e lehtë edhe ka shumë peripeci dhe vështirësi. Nuk është e lehtë flasësh për veten, Anis. Unë ndonë se jam një vajzë që gjithmonë i kam dashur projektore të kthyer tek vetja, nuk mund ta mohoj. E pëlqej vëmendjen, e pëlqej të arrij atë. Mirë po, të flasësh për veten është pak e vështirë. Dhe e kam ndjer këtë vështirësi këto ditë ku më duhet që të prezantohem edhe më duhet që gjatë gjithë kohës, po themi, të bëj atë historikun e jetës time. Nuk jam aq e madhe sa për të pasur një historik shumë gjatë, mirë po, përvojat e jetës në fakt kanë qenë të ndryshme dhe mendoj që më kanë formsuar tashmë drejt kësaj që unë kam zgjedhur të bëj. Kam lindur në Elbasan, fare vogël jam larguar në fakt, kjo ndodhi më shumti prej ndodhirave të famshme të viteve 97. Prindrit e mi rendën për gjetur një vend më të sigurt, për gjetur, po themi, një mundësi më të mirë ekonomike dhe u drejtuan në kryeqytet. Ai në fakt ka qenë edhe momenti ku unë mbaj mend se fëmijë, për ta mund të ishte rrokja e një mundësie, për mua ishte shumë e dhimbshme. Se unë çdo nostalgji fëminore, çdo kujtim të bukur, unë e lidh gjithmonë me Elbasanin. E ke në rrugët e qytetit. Patjetër, kemi qenë shumë prezent, nuk dua ta mohoj as këtë, duke qenë se familja ime e vogël dhe e madhe kanë qenë gjithmonë këtu dhe vazhdojnë të jenë. Verërat e mia kanë qenë gjithnjë këtu, kështu që nuk e kam ndjer në vitet e para atë shkëputjen apo po themi atë largësinë nga qyteti. Megjithatë, ajo çfarë më lidh gjatë gjithë kohës është kjo, kontributi për rënjët, unë ja them shpesh miqve të mi dhe njerëzve të afërt. Dhe ata e din prej kohësh këtë gjë, jo vetëm tani. Nëse ndonjëherë do ishte e thënë që të shkëlqeja, do shkëlqeja veçse në vendin tim dhe do ta bëja këtë gjë vetëm për rënjët. Do ta nisja pikërisht nga Elbasani, sido që të shkonte situata. Edhe më vjen shumë mirë që ashtu ndodhi, sepse e mendoj që unë me këtë qytet kam një lidhje emocionale me të cilën nuk e kam në asnjë qytet tjetër. Patjetër Tirana më ka dhënë shumë, është shtëpia ime e dytë. Unë atje kam ngritur familjen time, po themi, jam unë, është bashkëshorti, është vajza, është kjo jeta tani dhe që patjetër që jam dhe rend drejt vazhdimësisë së kësaj, mirë po këtu janë rënjët dhe këtu janë kujtimet e Sarës vogël. Dhe unë i kisha një borxh Sarës vogël me këtë kontribut për qytetin dhe prandaj është kaq ndjesore kjo përfshirje politik, po jo vetëm politik, kjo përfshirje për qytetin e Elbasanit. U kënaqa që po të dëgjoja edhe di pse ne jemi pak a shumë një gjeneratë bashku edhe kur ndesha me të rinj dhe të reja të cilët
formohen, bëhen profesionistë vërtet dhe pastaj i kthejnë syt ande nga kanë ardhur, është shumë e rëndësishme që ti të dish ku do shkosh, duhet të kthesh syt ande nga ke ardhur. Dhe nuk ka kënaqësi më të madhe kur të rinjt kthehen në qytetin ku kanë lindur dhe thonë ato që ti sapo the. Unë dua që ti kthehem qytetit ku kam lindur. Dhe unë dua që Sara ti shërbej nesër qytetarëve të Elbasanit. Qoftë ti që i ke hyrë rrugës së politikës, qoftë dikush që ndërton një biznes, qoftë dikush që hap dyer për të punësuar njerëz, kështu që kjo është një gjë e jashtëzakonshme, që mendoj që është një mesazh i fortë që ne duhet t'ia japim të rinjve të rejave që kanë lindur në qytetin e Elbasanit, ndoshta kanë rrugtuar edhe nëpër Europë ose edhe në Tiranë ku është vend i mundësive të ndaja, por ama duhet ta kenë gjithmonë atë klikun këtu brenda vetes. Kjo është e vërtetë. Në fakt, unë nisë e dëgjoj shpesh, okay, edhe ndjej tashmë, se unë më parë nuk jam përfshirë në politik. Ky është momenti im i parë që edhe prezantohem me politikën, me strukturën, me çfarë do thotë jeta brenda një partie, një familje politike. Dhe duhet ta themi se po ndërpres, duhet ta themi faktin që ti Sara nuk vjen nga strukturat e Partisë Socialiste, ti je një nga ata vajzat e djem të rinj me aspirata shumë ndaja që guxon dhe konkuron dhe del fituese në një nga konkurset që ti merr pjesë. Një i tillë ka qenë edhe platforma që ti ke aplikuar, që do flasim më vonë për këtë. Jo, shumë mirë, por këtë doja thoja, unë tani po e ndjej pak se çfarë do thotë jetë politika, e di dhe e kuptoj që është e ftohtë, e kuptoj që është dhe racionale, mirë po unë dua të bëj timen duke i shtuar dozën e emocionit, sepse jam një njerëz që çfarë do lloj iniciative që marr përsipër, nuk dua ta marr përsipër nëse aty nuk ka një puls, nëse aty nuk ka një emocion, dhe duke qenë se unë jam kaq e lidhur emocionalisht me qytetin, mendova që edhe kësaj përfshirjes time në politik t'ja rris emocionin edhe ta kthej në ndjesore, duke përshtatur pikërisht duke vendosur që të kandidoj në Elbasan. Tani që merresh me politik dhe je futur këtij angazhimi, e dim si pak a shumë si mund të jetë dita e Sarës, që ka 1001 ngarkesa, fillon në orën 7 të mëngjesit ose ndoshta më herë dhe mbaron në orët e vona të natës. Sara është një mami e një bebi të bukur 2 vjeçar. Do na flasësh pak për këtë eksperiencë, se zakonisht me kohët moderne vajzat dhe djemt kanë zgjedhur të bëhen prindër shumë më vonë dhe të ndjekin karrierën e tyre, dhe na bën përshtypje kur bëhen prindër herët ose marrin iniciativë për të marrë një përgjegjësi kaq të madhe. Si është Sara si një mami? Në këtë momente, Sara si mami është e mbushur me ndjesira faji. Dhe kam përshtypjen që kështu është për çdo mami, dhe nuk mendoj se është vetëm për ne që konsiderohemi mama të reja, por mendoj që kjo të rrugton gjatë dhe rrugton bashkë me ty. Ti gjithmonë je në faj, se mos ndoshta po merr nga koha me fëmijën tënd, po merr nga ajo çfarë duhet t'i japësh asaj. Por në fakt dua ta mendoj që dhe ky angazhimi im lidhet shumë me të. Duke qenë se kam dhe vajzë, unë mendoj që gjëja më e mirë që mund të bëj për vajzën time është një model i mirë në familje. Edhe një model i një vajze që po themi, unë e them shpesh dhe në anglisht tingëllon shumë bukur, breaking the cycle, që do të thotë që ti ta thyesh këtë ciklin, dhe në Shqipëri, sidomos, por edhe në Elbasan konkretisht, është shumë e rëndësishme që të kemi vajza dhe gra që ta thyejnë ciklin. Dhe çfarë do të thotë ta thyesh? Do të thotë që ti tregosh pak a shumë të tjerëve që dhe një vajzë mund t'i bëjë të gjithë gjërat që zakonisht janë faturuar burrave. Politika në përgjithësi vishet me kollaren e burrit. Po, se ndodhe dhe kjo gjë tjetër që i thuhet zakonisht vajzave dhe grave që ti duhet të zgjedhësh. Pse ne duhet të zgjedhim? Domethënë për çfarë arsye, kur ne kemi gjithë të drejtën e botës për të patur mundësinë për të bërë të gjitha gjërat. Pastaj koha, historia e ka treguar që gratë mbajnë mbi supe shumë herë më shumë gjëra se burrat, mos e përjashtojmë rastin edhe faktin që burrat janë shumë të rëndësishëm në jetën tonë, janë kontribues të rëndësishëm edhe ndihmë shumë e madhe në çdo drejtim. Por gratë dhe vajzat mund t'i bëjnë të gjitha. Absolutisht, dhe Sara mund t'i bëjë të gjitha. Ky është dhe modeli në fakt që dua që t'i jap vajzës time, që ëndrat nuk ndërpriten në mes, as nga një lidhje dashurie, as kur vjen një fëmijë në jetë, sepse në radhë të parë, përpara se të jesh mami, ti duhet të jesh një vete shumë e plotësuar dhe shumë e lumtur, sepse kjo pastaj konvertohet dhe në një mami shumë të mirë dhe shumë të lumtur.
një mama e cila nuk është e kënaqur dhe e plotësuar në vetveten e saj, nuk mundet të jetë në familje në 100% e saj më të mirë. Dhe unë besoj këtë gjë dhe dua që ta ndjek, sepse dua që dhe vajza ime, kur të ketë familjen e saj, të mos i harrojë dhe të mos i braktisë ëndrat e veta, as për fëmijët e vet, sepse absolutisht kështu kthejmë kohën shumë brapa. Do të thënë, unë i besoj gjeneratës së re, unë i besoj, dhe këtu nuk është vetëm çështja për politik, unë i besoj europianizimit vendit pikërisht prej këtyre detajeve, sepse mendoj që detaje si këto ose modele si këto që neve përpiqemi t'i japim edhe për të rinjt e tjerë, janë fakt ajo që çon më shumë ti drejt frymës perëndimore. Mentaliteti në Shqipëri patjetër që ka ndryshuar, unë jam pak edhe fanatike. Në demokraci ka ndryshuar shumë dhe fal Zotit jemi në kushte dhe rrethana të tjera. O Sara, do më tregosh një çik se unë jam, patjetër politika është zë një vend të rëndësishëm tani më në jetën tënde, edhe ti e shikon dhe vetë për shkak të angazhimit 24 orësh që ke, dhe se mos në kohë fushati që është akoma dhe më intensive. Si e ka ndryshuar jetën tënde ardhja e vajzës? Unë kam qenë një nga ato njerëzit që kur gjoja mikeshat mijat apo edhe të afërme që flisnin me një lloj superlative për fëmijët e tyre, kisha shumë paragjykime brenda vetes time. Nuk guxoja që t'ia thoja, po brenda vetes time thoja, më janë në të rrezik këto, domethënë tani pse kaq klishe ose po themi pse vetëm aty rrotullohet bota që ti ulesh të konsumosh një bisedë dhe në 10 minuta, 6 minuta i kanë zënë detaje që lidhen me fëmijët. Dhe nuk e kisha menduar kurrë që do të gjendesha edhe vetë dhe mikesha vetë mia që dhe nuk jam bërë ende nëna, sa herë që filloj të flas e them paraprakisht ju kërkoj ndjes. E di që më urreni për këtë bisedë që po bëj, por nuk mundem ta ndaj. Nuk mendoj që ka dikush që mërzitet kur i flet për fëmijët. Pastaj mendoj që vjen edhe kjo pjesa me kalimin e kohës, kur ti merr një status tjetër, statusin e mamit, ti do gjendesh në një rreth me njerëz që kanë të njëjtat prioritete me ty. Absolutisht. Është një miks emocionesh. Nuk dua të jem sinqert në këtë gjë, sepse unë pëlqej që të jem e vërtet dhe drejt për drejt në çfarë do lloj rasti. Nuk është vetëm fush me lule. Prindërimi është përgjegjësi e madhe. Ka momente magjike dhe ajo dashuria sublime për cilën njerëzit flasin është vërtet që vetëm një fëmijë mund të ta japi, mirë po nga ana tjetër është dhe një lloj përgjegjësie që askush tjetër veç fëmijës nuk ta jep dot. Ka patjetër kufizimet e veta jeta jote në momentin që ke detyrime edhe për një qenie tjetër. Jeta ndryshon në të gjitha dimensionet e saj, mirë po dua të them që është një roller coaster emocionesh ku ti duhet japësh pak nga vetja, po dhe të marrësh kohën dhe hapësirën tënde. Ka pasur dhe ato momentet ku kam dashur thjesht të mbyllem në dhomën time dhe të rikthehem në ditët kur unë isha vetëm Sara, sepse e gjithë ngarkesa dhe i gjithë presioni i kohës, po edhe presioni për të bërë gjithçka mirë, sepse këtë dua ta them në fakt Anisa që nga ne vajzat e reja pretendohet perfeksioni edhe tek mëmësia. Gjë që mua më ka vënë shumë herë me shpatulla mbas muri. Të diktojnë gjithkohë do ta bësh kështu, duhet të jesh kështu. Absolutisht po, po ka dhe një mungesë besimi tek vajzat e reja që bëhen nëna. Ekziston një stigmë, ekziston një paragjykim, ndoshta vjen pak edhe prej rrethana dhe edhe prej faktit që ne sot jemi pak mami më ndryshe nga çfarë kanë qenë nënat tona dhe kjo i bën mos kenë shumë besojshmëri. Kur vajza ime është sëmur, vë ajo zilen e telefonit dhe unë e dëgjoj në orën 3 të mëngjesit që më bie dhe i them pse po më bie telefonit. U zgjove ti se mos nuk zgjohesh ti për gocë. Domethënë, gjatë gjithë kohës tu flasim pak edhe për merakun e nënave që ti edhe kur je mami vet, mami yt është gjithmonë mami dhe mami do të marrë gjithmonë telefon, ke ngrënë, do të sjell diçka. Kjo patjetër, po nuk duhet të kenë mungesë besueshmërie, kështu që patjetër që ka pluset dhe minuset e veta në momentin që ti vendos të bëhesh prind. Megjithatë, un jam ende duke e menaxhuar herë mirë dhe herë keq këtë ndarje midis karrierës, familjes, por duke mos harruar asnjë moment dhe vetëm. E ke suport edhe familjen tënde në raport me zgjedhjen që ke bërë për të futur në politik, po edhe faktin që duhet bësh një balans të mirë ndërmjet familjes, bebushit tënd të bukur, karrierës tënde që do të ndjekësh, kështu që duhet një skuadër e tërë suporti. Këtë e kam kuptuar dhe padyshim janë me fat të gjithë ata që e kanë, sepse do të ishte shumë kufizuese në një rast tjetër, dhe po është vërtet dhe mund ta them që në
se unë nuk do të kisha një sistem suportues kaq të fortë, nuk besoj se do ta kisha marrë përsipër edhe angazhimin politik, sepse dua që prezencën familje ose po themi këto vitet e para që unë i quaj edhe vitet më të rëndësishme të formësimit të karakterit të fëmijës, nuk do e kisha bërë dot ndryshe. Sara, njerëzit nuk e di që ti ke mbaruar studimet me medalje Ari dhe ke qenë një nga studentet më ekselente të fakultetit. Për çfarë ka studuar Sara edhe na trego pak në lidhje me gjërat që ti ke bërë gjatë kësaj kohe. Ndoshta ti ke qëndruar shumë kohë mbrapa kuintave, si i themi në gjuhën e medias, por le t'i tregojmë njerëzve që Sara është nga ata njerëz që ka ndezur motorët për të shkëlqyer të tjerë në ekran apo për të shkëlqyer të tjerë në një podium apo në një vend me shumë njerëz të tjerë. Tani është momenti që Sara të shkëlqej vetë me këtë dritën që ka brenda vetes. Shumë faleminderit. Në fakt, duket sikur pikat më janë lidhur në jetë për të ardhur në këtë moment. Unë u bë dhe e famshme tani pasi e tregova dhe në podcast me kryeministrin dëshirën time shumë të hershme për të përfshirë në politik. Kam qenë vetëm 6 vjeç kur kam thënë që dua të bëhem kryeministre, po unë mendoj... Më ke dokumentuar këtë? Të ka xhiruar? Jo, për të më xhiruar, nuk më kanë xhiruar, po kam dëshmitare mësuesen time të parë, sa asaj ja kam thënë. Kështu, ajo madje ma kujton shpesh dhe më shkruan mesazhe gjatë gjithë kohës në Facebook, sa aty e mbajmë një komunikim me njëra tjetrën, edhe më thotë që e dia thotë që do ta arrije një gjë të tillë, kështu që njerëz manifestoni se nuk i dihet. Jo, është e vërtet. Pikat janë lidhur në jetën time. Unë kam dashur gjithmonë politikën dhe kam dashur gjithmonë jetën publike. Pata një sfidë të jashtëzakonshme në momentin që përfundova maturën, sepse presioni ishte gjithashtu jashtëzakonshëm që një vajzë me rezultate të larta në mësime zakonisht pretendohet të shkojë nëpër disa deg që janë më deg zanati. Edhe ku shkojnë mjekësia, financa, ndërkohë që unë kam qenë gjithë jetën time një vajzë fjalësh, edhe nuk i kam dashur dhe aq shifrat. E kam bërë punën mirë në shkollë sepse vullnetin e kisha të hekur për t'ja dalë mirë, ama pasioni im nuk lidhej fare me to. Doja shumë që të vazhdoja për shkenca politike, pata një lloj, po themi, momentin tim të parë të rebelimit, sepse nuk kam qenë një vajzë rebele e vogël, i kam ndjekur të gjitha rregullat e familjes, sot pendohem pak, se mund të kisha qenë edhe pak më ekspresive, edhe pak më rebele, patjetër. Mirë po ja, ky ka qenë momenti im i parë i rebelimit, thash do bëj shkenca politike dhe pik. Ndonse me një paragjykim që ende dhe sot ekziston pak. Po, për çfarë do duhet të shkencat politike? Po çfarë është kjo? Do të thënë çfarë është kjo deg? Është një deg që e bëjnë të gjithë, është një deg që e bëjnë ata. Se Shqipëri ka një shprehje që thuhet zit një deg që të hash bukë. Dhe kjo ishte fiks dega ku ti nuk mund të haje bukë, tekstualisht. Mirë po unë i përfundova studimet me shumë qef, me medalje të artë, e vazhdova dhe me njëherë një master shkencor për marrëdhënie ndërkombëtare, edhe aty përfundova studimet po me rezultate të larta. Fjalët dhe paragjykimet nuk është se s'mundeshën në një moment caktuar, sepse në momentin që përfundova studimet u gjeta pak në mes të katër rrugëve dhe me një pikpyetje të madhe që çfarë do bëj unë tani. Sepse është e vërtet dhe qëndron që kjo është një fushë e gjerë, e përgjithshme, e cila nuk të lejon që ti të marrësh një profesion specifik. Mirë po nga ana tjetër të lejon të eksplorosh. Fillimisht unë eksplorova me median. Ndodhi shumë rastësisht, kërkoheshin gazetarë të rinj, unë as gazetare nuk isha. Mirë po jo domosdoshmërisht duhet ta kisha përfunduar shkollën. Kur dalim nga bankat e universitetit, ne rendemi të punojmë ku të mundemi. Unë madje kisha nisur pak para se të përfundoja studimet, për këtë dëshirën time për ta gjetur lirinë tek pavarësia ekonomike, edhe mendoja gjithmonë që në momentin që unë do kem pavarësi ekonomike, atëherë unë do jem edhe shumë e lirë si individ dhe do jem tashmë e përgjegjshme vetëm për veten time. Nuk shkuan pak vite, kalova rreth 5-6 vite në media, kam provuar si atë gazetarinë në shkruar, ashtu edhe një eksperiencë shumë të mirë në radio, kam qenë speaker për rreth 2 vite në Top Albania Radio dhe ky mikrofoni mi ktheu ca kujtime në fakt. Kanë qenë kujtime shumë të mira, por e ndjeja gjatë gjithë kohës që nuk përkisja. Pra e bëja mirë atë punë, e shijoja, rrethi që ishte aty ishte shumë i këndshëm, energjia ishte pozitive. Ndoshta ndodheshe brenda një kutie që nuk ishte për ty. Nuk ishte kostumim. Nuk ishte kostumim. Domethënë unë ndjeja që
në të vërtet nuk ishte kostumi im. Dhe ndodhi shumë rastësisht me një iniciativë në fakt që pati qeveria shqiptare në vitin 2019 për gjithë studentët e ekselencës, u hap një portal, se unë me këto portalet kam gjithmonë fat. Pra, tecën kështu zakonisht, po. Me shumë skepticizëm, sepse thoja tani këto janë thjesht show mediatik që ndodhin dhe bëhen kur ka situata të caktuara, dinamika të caktuara, sepse kjo ndodhi dhe fill pas një proteste masive të studentësh që ndodhin atë kohë, dhe mendova, unë po e provoj shancën, a jam studente ekselente, çoj një herë atë CV-n. Dhe në fakt ashtu ndodhi që u përzgjodha për në administratën shtetërore dhe e mora gati me një herë një vend pune në administratë. Nuk është një rrugtim i lehtë, patjetër, është një rrugtim i vështirë, si çdo rrugtim në fakt në jetë. Tani po më thua që duhet të besojnë të rinjtë dhe të reja që realisht në Shqipëri ekziston meritokracia, se ka humbur shumë besime. Patjetër. Kam përshtypjen që kjo çështja e besimit, se dhe nisëm podcastin me marrëdhënien e besimit, çështja e besimit është humbja e besimit është një trend jo vetëm në Shqipëri në fakt. Të rinjt ekziston një lloj demotivimi i të rinjve në përgjithësi, edhe prej gjërave që ata nuk arrin të kapin, apo edhe prej vendeve të punës që ndonjëherë nuk janë adapte për çfarë ata duan apo për çfarë ata meritojnë. Sepse ndodh dhe kjo, ti mund të jesh në një pozicion pune, po ai nuk është mjaftueshëm për atë çka ti je dhe atë çka ti mund të kontribuosh dhe t'japësh. Është një sfidë më vete të merresh me të rinjt, edhe është një sfidë më vete dhe ti menaxhosh të gjithë të rinjt. Kështu që patjetër që ka problematika dhe patjetër që ka vend shumë për të përmirësuar, po unë këtu për të hyrë vetëm pak tek politika, prandaj dhe e besoj dhe jam një fanse e zjarrt e kësaj ide së Bashkimit Evropian, sepse këtu e mendoj unë që lidhet ideja e standardeve dhe që Shqipëria ka shumë të nevojshme që të krijojë standarde edhe të diktuara nga një komunitet që ka një legjitimitet më të madh, siç është Bashkimi Evropian, dhe mendoj që duke qenë bashk vendosen disa kritere dhe vendosen disa norma që janë shumë të pathyeshme se këto tonat që kemi këtu brenda njëri tjetrit. Dhe e mendoj vërtet që rrugtimi drejt Bashkimit Evropian fakt më së shumti do të jetë mirë për të rinjt. Patjetër që të gjithë do përfitojnë format e veta, mirë po të rinjt do jenë ata në fakt që do përfitojnë edhe më shumë. Ti je një nga ata njerëz që sapo the ke besuar gjithmonë te aplikimet, te mundësi, te gjërat që të vinë në jetë, dhe besoj që këtë gjën e dua dhe besoj njerëzit që guxojnë. Edhe dua që nëpërmjet podcastit ton dhe bisedës që ne bëjmë bashkë si dy të reja, të gjithë ata të rinj dhe të reja që na dëgjojnë, mos demotivohen, por të kuptojnë që ka vërtet mundësira, pavarësisht skepticizmit, pavarësisht pjesës që ndodhin edhe padrejtësi pafund, por që ka dhe vajza si Sara, ka dhe djemë të tjera të jashtë, ka dhe vajza të tjera të jashtë. Edhe vajza të Anisa. Pra, unë kam qenë shumë e vogël kur e kam vendosur objektivin e jetës time. Sara do jetë në politikë. Dhe unë gjithë jetën time e kam lidhur drejt kësaj. Jo se kam bërë gjithmonë këtë. Mua më desht isha 29 vjeç që për herë të parë të bësha pjesë e strukturave të një partie politike. Nuk është se e vendosa që herët, sepse dhe unë kisha pasigurit e mia, pikpyetjet e mia, po ndoshta dhe pak frikë nga ky paragjykimi kur ti guxon në një moshë të re për t'u asociuar, qoftë me një familje politike, qoftë me individ caktuar që janë pjesë e politikës. Kështu që qëllimi është shumë i rëndësishëm dhe unë do doja shumë që për gjithë të rinjt që po na dëgjojnë, po kjo në vlen më shumë edhe për të rinjt këtu në Elbasan, sepse e di që kryeqyteti ka një diversitet tjetër dhe ka, po themi, një ritëm pak më të shpejtë të bërit të gjërave dhe disa gjëra vjen në vend të vet edhe prej kësaj. Ndërsa në rrethe pak më të vogla, siç është edhe Elbasani, unë e di që të rinjt e kanë pak më të vështirë për të guxuar edhe pak më të vështirë për të besuar. Mirë, po nuk do doja që të ishte kështu, sepse e vetmja mënyrë për t'ia dalë është që ti vetë të guxosh dhe dalësh nga zona jote komfortit. Sara, ti them në një qytet të vogël siç është Elbasani dhe ne jemi qytet i vogël, relativisht jo dhe aq shumë. Jemi vetëm 20 minuta larg kryeqytetit. Çfarë mendon ti se i mungon qytetit tonë, që nuk e ka atë adrenalinën që duhet për të rinj, nuk e ka ato mundësitë? Duhet të themi që na mungon shumë gjëra. Patjetër, dua të jem shumë e sinqertë me ty. Mendoj që këtu mungon një frym. E di që duket shumë fjalë e çuditshme, çfarë do të thotë frym. Frym, pra kur ti arrin që të shohësh që qyteti vibron, apo ti arrin të shohësh që ti ke të rinj, ke zëra të rinj që qeshen, që rrokin, mendime, që janë duke vrapuar njëri për në një aktivitet, tjetër për një aktivitet tjetër. Këtë ndjesi
kryeqytetin përgjithësisht ta jep. Kjo mund të ndodhi për faktin që në qytetin e Elbasanit nuk ka hapësira dhe mundësi që të rinjt të shkojnë dhe të zhvillojnë ato aftësitë e tyre apo Patjetër që duan shtuar. Gjërat nuk ndodhin dot as për një ditë, edhe unë them shpesh këtë gjë se në afate kohore duken shumë, po në fakt nuk janë shumë, sepse janë shumë gjëra për të bërë. Dhe Shqipëria nuk është se ka qenë një vend i zhvilluar ku ne tani të merremi me perfekcionimin në çfarëdo lloj aspekti. Shqipëria me gjithë dinamikën që i ka ndodhur, ka pasur hendeqe dhe gropa shumë të mëdha për të plotësuar sesa ndoshta ky dedikimi tek të rinjt. Por unë dua që Elbasani të ketë frymën që ka kryeqyteti. Domethënë, nëse do të kishte një gjë të cilën unë do të doja shumë që ta sillja nëpërmjet edhe përfaqësimit tim parlament, kryesisht për të rinjt, do të ishte kjo. Një frymë siç ndodh me të rinjt në kryeqytet. Ka disa iniciativa të mira, për shembull unë e di shumë mirë që këtu shumë shpejt do të jetë Tumo Center në Tiranë, e di shumë mirë që shumë shpejt Automotoparku do të jetë diçka, e di shumë mirë që rivitalizimi Kalas do të sjellë një dinamik në turizmin e Elbasanit dhe shumë të rinj të reja do duhet përfshihen, sepse jemi në botën digjitale sot. Dhe ata janë ata që komunikojnë gjuhën angleze, ata janë ata që mund të komunikojnë nëpërmjet platformave digjitale me turistët, kështu që nëse do të ketë disa njerëz që do ta kenë në dorë këtë situatë, do jenë pikërisht të rinj. Pra, ka disa iniciativa të mira që unë besoj dhe shpresoj që të ndodhin atëherë kur duhet të ndodhin dhe të ndiqen të gjitha afatet. Mirë po, nuk janë vetëm këto, duhet jenë patjetër edhe detaje tjera, duhet që më së pari të dëgjojmë kush janë problemet e tyre, të dëgjojmë çfarë nuk shkon dhe të krijojmë hapësira. Sa më shumë hapësira të krijojmë për të rinj, që të rinjt vendosen vetë për veten e vet, atëherë në fakt ata mbeten edhe të kënaqur. Pra është shumë e vështirë kur një kast tjetër vendos në fakt për të rinjt, sepse nuk arrin të përfaqësojë siç duhet. Kanë idetë shumë brillante për të patur të tjerë që mund t'i përfaqësojnë. Ky është mendimi im anis edhe për përfaqësimin në parlament dhe pse unë do kisha shumë dëshirë që nga të gjitha kampet politike të kishte sa më shumë të rinj në parlament, sepse nuk mendoj se Shqipëria është më në etapën për të pasur debate të forta dhe të zjarrta midis opozitës dhe pozitës apo midis partive politike. Kjo është gjenerata vjetër dhe për mua kjo është politika vjetër. Unë jam shumë pro e një kaste të re, majtas djathtas, qendër, çfarëdo që të jetë, jashtë militantizmit edhe larg po themi asaj jetës tipike partijake, por më së shumti i një grupi të rinj që bëhen bashkë për Shqipërinë. Në demokraci ka gjithmonë nevojë për risi, ka gjithmonë nevojë për alternativa të reja. Edhe kur shohim që kemi rreth i qark edhe shumë alternativa të reja, po edhe shumë figura të reja ose ndoshta figura që kanë rrugtuar edhe në jetë publike, edhe në shoqëri civile etj etj, janë i njëjti model. Dhe kur them janë i njëjti model, kjo duket edhe reflektohet te qytetarët, të cilët nëse ti bën një sondazh, një anketë të shkurtër, ata nuk thon direkt që po, unë do votoj këtë se kjo është alternativa ime e re. Domethënë, ata kanë zgjedhur që të jenë njëjtë si politika e vjetër. Prandaj them që duket shumë bukur kur ti e thua dhe unë do doja që vërtet të ndodhte kjo gjë, që të kishte më shumë Sara në politikë. Kur them Sara sepse të kam ty përballë dhe duke të dëgjuar mënyrën se si ti e mendon gjën, është diçka që duhet ta mendojnë edhe 30 dhe të rinjt e tjerë që duhet të angazhohen politikisht. Nuk jam dakord fare me të rinjt që zgjedhin të impostohen dhe të kenë referencë të tyre, qoftë kryetarin apo një personazh tjetër nga partia. Po, unë jam dakord, ti frymëzohesh nga dikush, sigurisht që po, por që ti duhet të jesh vetja jote. Identiteti. Dhe me që jemi te pjesa e frymëzimit, kush e frymëzon Sara? Është pak e çuditshme sepse në jetë nuk kam ecur asnjëherë me idhuj. Kam tentuar dhe të bëj në kokën time idhuj sepse është pak e çuditshme kur nuk e. Dhe këtu nuk flas vetëm për politikën, flas në përgjithësi. Po, në tërësi dhe unë në përgjithësi në jetën time nuk kam pasur idhuj. Nuk e di është mirë apo keq kjo, mirë po duket sikur duke qenë shumë detajiste dhe shumë njëri perfeksionist, sikur askush mua nuk ma mbush mendjen në tërësinë e tij për të marrë dhe për të idealizuar aq shumë sa për të qenë frymëzimi im i vetëm apo heroi i historisë time. Mirë po, edhe nëse do gërmoja thellë brenda ndërgjegjes edhe po tani drejtaj, mendoj një njeri që të frymëzon shumë. Nuk më kanë frymëzuar ndonjëherë njerëzit shumë të mëdhenj. Kjo ndoshta ndodh edhe për faktin se unë
tashmë po nis të bëhem dhe të futem te kjo jeta publike. Më kanë frymzuar gjithmonë njerëzit që bëjnë të veten kudo që janë, edhe pa pasur nevojën e projektorëve, edhe pa pasur nevojën që dikush t'i vëzhgojë që po e bëjnë atë gjë. Dhe unë mendoj që në fakt ta janë modelet, edhe ky është rasti që të frymzon vërtet. Pra nëse ti nuk je i monitoruar nga kamera dhe ti i jep një mundësi një të riu dhe nuk korruptohesh, apo nëse ti nuk po monitorohesh fare dhe ti nuk e hedh atë letrën në tokë, po e hedh në koshin e plerave, kur nuk e asnjëri vërdall që të çojë. Domethënë për mua, këta janë njerëzit që në fakt janë modelet e frymëzimit, sepse janë njerëzit e vërtet. Nuk mendoj se mund t'i ndaj midis atyre që kanë arritur apo atyre që kanë arritur më pak, sa unë dua t'i ndaj midis njerëzve të vërtet dhe njerëzve të filtrave dhe fasadave. Unë jam futur kësaj rruge duke pasur vetëm një parim, mos thum të vërtetën time. Dhe i kam premtuar familjes dhe miqve të mi të afërt që nëse ndonjëherë do ta humb të vërtetën time, unë do largohem nga kjo gjëja. Më bëni të largohem nga kjo gjëja nëse Sara nuk është më e vërtet. Sepse kush e di, mund të ndodhi, se thonë që me kalimin e kohës dhe me një lloj pushteti që ti mund të marrësh, çuditëra mund ndodhin në karakterin tënd. Uroj dhe shpresoj mos ndodhi kjo, që mund të bëj gabime, patjetër, që mund të bëj gjëra që ndoshta nuk do t'i pëlqejnë shumë të tjerëve, edhe kjo po, që do pendohem për disa gjëra që do them dhe do bëj, do ndodhi dhe kjo me siguri, por në çdo moment unë do të jem shumë e vërtet. Dhe atë që do ta bëj sa ashtu do ta ndjej. Sara, ti tani ke filluar bën shumë takime. Unë kam vënë një gjë te postimet e tua dhe mënyrën se si ke zgjedhur ti ta bësh fushatën. Shumë ndryshe nga fushatat e kandidatëve të tjerë, po them në rang kombëtar, jo vetëm në qarkun e Elbasanit. Ti nuk e ke zgjedhur ta bësh këtë. Pse Sara ka zgjedhur të vinë ndryshe? Unë edhe në këtë aspekt i kam qëndruar vërtetësisë time, sepse nuk bëj dot ndryshe dhe nuk dua të bëj ndryshe as në këtë moment. Patjetër që unë kam pasur dhe kam takuar gjatë gjithë kësaj kohe edhe shumë fëmijë, edhe shumë gjyshër, a më kanë përqafuar këta gjyshërit? Po të gjithë më kanë përqafuar. Po e kam përqafuar dhe unë mbrapsht e kam përqafuar, se fatkeqësisht të mit nuk e kam dhe më duket sikur një pjesë ma kanë kompensuar këto kohë. Se jeta jonë është shumë e shpejtë dhe ti në të përditshmen tënde nuk të shkon mendja që rastësisht të shkosh dhe të takosh dy gjyshur. Ndërsa ky rrugtimi në politik ty ta jep edhe këtë mundësi. Kështu që patjetër që e kam bërë, nuk kam dashur ta reklamoj dhe nuk besoj se do ndodh ta reklamoj, sepse unë dua të qëndroj tek e vërteta ime dhe dua të qëndroj tek personazhi im dhe pa filtra edhe pa gjëra të stisura. Nëse unë nuk më duket lajm dhe nuk më duket që ka ndonjë vlerë të madhe një postim për një takim klishe që ti mund ta bësh në të përditshmen tënde në këtë kohën tonë kaq të ngjeshur të fushatës, por më duket shumë që duhet bër një postim ku ka një mesazh, ku ka një thirrje, ku ka një detaj sensibilizues, apo ku ti do të pasyrosh një aktivitet tëndin që ke bërë ndryshe. Dhe kur them këtë ndryshe, nuk është ndryshe se doli Sara tani edhe është magjistarja e madhe, këta të tjerët nuk din. Nuk e kam në këtë aspekt. Ndryshe në aspektin që i rri moshës time, i rri gjeneratës time. Unë Instagramin e luaj dhe e performoj si vajzë e re, që do të thotë ashtu siç jam, pra nuk është se unë tani dua të vesh një kostum, xhaketat i vesh edhe më kamuflojnë pak kilogramët e tepërt, por nuk është se unë jam për të veshur një kostum të një politikani tipik, sepse në fund ditës jam një vajzë e re dhe pra që jam një vajzë e re do ta shijoj këtë rinin time. Edhe në politik do ta shijoj gjithsesi këto ditët e mia ku jam e re. Do qesh shumë. Shumë njerëz ma kanë bërë këtë kritik, kur jemi njerëzit në takim të dëgjojmë të qeshësh. Të qeshësh, çfarë gjëje gabuar, se të qeshësh. Unë jam njëri që qesh shumë, kam vendosur të mos e ul ritmin e qeshjes, as tonin e zërit, as tonin e të qeshurës, dhe kjo është mënyra ime. Nëse unë do t'ja dal kështu, është e vetmja mënyrë se si dua t'ja dal, sepse nëse do t'ja dila ndryshe, nuk do t'a doja fare. Në gjithë këto vite, fushatat elektorale nga kandidatet janë pothuajse të njëjta. Jo pothuajse, po janë të njëjta. Domethënë është ai ritmi, ai vrulli, janë të gjithë të rendur pas njerëzve, pas halleve të tyre, me premtime sa një mal dhe premtime boshe në të njëjtën kohë. Unë uroj dhe dua vërtet që qytetarët e Elbasanit, të rinjtë dhe të rejat sidomos, që janë përballë teje dhe janë me ty çdo ditë, të takojnë rastësisht në rruga, po ku di çfarë, ta përqafojnë këtë risi. Unë mendoj se duhet ta përqafojnë dhe
njerëzit kanë treguar diçka. Janë të lodhur nga shumë gjëra të vjetra dhe preferojnë shumë risit. Në momentin që ti sjell një gjë të re, gjithmonë ka atë tendencën që ato të shkojnë dhe ta përqafojnë gjën e re, sepse thonë, "Okej, edhe nëse kjo gjë e re nuk del aq mirë sa na e mendojmë, të paktën nuk do shkojmë atje ku kemi qenë, se e kemi provuar një herë." Kështu që unë të inkurajoj që ta bësh gjithmonë këtë gjën, edhe nëse ti nesër merr karriken e deputetit dhe përfaqëson qytetarët dhe të rinjtë e trejat e Elbasanit, ti je gjithmonë Sara. Edhe atje të qeshësh shumë sepse ne që të njohim dhe ata që të njohin dhe punojnë me ty thënë, "Okej, Sara vërtet është një nga njerëzit më të rëndësishëm të Republikës së Shqipërisë si ligjvënëse, por Sara është njëkohësisht ajo vajza diellore që ne njohim edhe në kontaktin e përditshëm." Po se në fund ditës nuk ka pse të jetë kaq e mërzitshme politika. Dhe nuk kanë bërë boring, bëjnë kaq të vështirë, se nuk është shumë e vështirë. Në fund të ditës nuk është shumë e vështirë as të shkosh mirë, nuk është as shumë e vështirë të qeshësh, nuk është as shumë e vështirë që me kolegët të ndash dhe një batut për te i punës, ashtu siç ndoshta ndodh në të gjitha habitatet e mjediset e tjera të punës. Nuk e kuptoj sepse duhet të jetë ndryshe në politikë. Okej, unë jam pak idealiste nga natyra. Megjithatë dua ta besoj që vetë do ndjek të ritëm dhe e di shumë mirë që në Parlamentin e Shqipërisë, të paktën disa që janë edhe në listat e sigurta, po edhe ata që do kenë mundësinë nga listat e hapura dhe janë gjenerata e re, jam shumë e sigurt që do ta kenë dhe do ta përqafojnë këtë frym, sepse e përdor sërish këtë fjalë, sepse gjërat pa frymë dhe pa një lloj pulsi në fakt janë gjëra të vdekura dhe njerëzit lehtësisht e kuptojnë dhe prandaj dhe injorojnë pastaj edhe politikën, edhe ju duket e mërzitshme, dhe ju duket e përsëritse, sepse bëhet e lodhshme. Tani më thuaj pak, kur ti bën këto takime me të rinj, çfarë feedbacku merr? Domethënë çfarë i thua ti të rinjve një herë? Unë fakt të vetmin premtim që kam, që ja kam bërë dhe atyre dhe që ja bëj edhe live, unë premtoj që t'jem një lëbuese shumë e mirë dhe unë premtoj që t'jem një bashkëpunëtore shumë e mirë me pjesën tjetër të grupit. Sepse duhet kuptuar që në politik asgjë nuk bëhet dot vetëm. Sepse në momentin që ti je thjesht një kandidat apo nesër një deputet në Kuvendin e Shqipërisë dhe je i vetëm, ti nuk arrin dot që të përmbushësh jo vetëm pritshmëritë e tjerëve, pas pritshmëritë e tua si person dhe si individ. Sepse nuk mundet ti të bësh për qytetin diçka që e bën skuadra për qytetin. Dhe unë këto të dyja patjetër që i premtoj, unë jam një lëbuese shumë e mirë, ashtu sikur se jam dhe një bashkëpunëtore shumë e mirë dhe një pjesë esenciale e ekipit. Unë jam mësuar që në ekipe të mos jem spektatore, po të jem një faktor dhe të jem një njeri që i luaj gurët deri në maksimum për ta marrë atë që dua. Dhe në këtë moment unë dua një feedback shumë të mirë për Elbasanin dhe do t'i luaj të gjitha gurët që unë kam mundësi të luaj bashkë me skuadrën, sepse patjetër që ne do të jemi një skuadër në Parlamentin e Shqipërisë dhe nuk do të jetë vetëm Sara nëse do m'jepet po themi dhe besime për ta arritur këtë gjë. Kështu që lojën në skuadër unë di ta luaj mirë. Ky është premtimi që unë kam për ta, ndërsa ai feedbacku që kam marrë dhe ndoshta gjëja më e bukur që mund të kem dëgjuar ose mund të kem arritur të përthith për kaq kohë sa tashmë jam gjithkohës në terren, është një mesazh në fakt që më ka ardhur në Instagram dhe nuk është se më ka ardhur përballë. Do doja shumë ta kisha ndier përballë sepse ka një tjetër energji. Një vajzë më shkruante dhe më thoshte jam vetëm 17 vjeç, më frymëzon shumë ti dhe jam shumë e mërzitur që jam 17 vjeç dhe nuk arrit dot të votoj në datën 11 maj. Dhe unë realisht u emocionova shumë sepse mendoj që e kisha përmbushur brenda vetes time atë për cilën unë e nisa, për të krijuar një frym, një puls dhe një dinamik dhe një frymëzim tek ata të rinj, të cilët në fakt sot mund ta shohin pak veten më në pikpyetje, më në kryqëzim, më në kaos, më në çfarë do ndodhi me mua, çfarë mundësish të kem. Dhe kur dikush e thoshte këtë, nuk e marr thjesht si një vot për Sarën, po e marr më tepër si një konfirmim për këtë modelin që edhe ti e the dhe unë të falenderoj shumë për fjalët sepse ishin publike dhe vlejnë shumë. Patjetër që energjia mirë vlen dhe privatisht, po edhe publikisht kjo vlen më shumë. Duhet i themi gjërat e mira dhe duhet mos harrojmë që ti inkurajojmë shumë njerëzit të cilët ka nevojë të inkurajohen, ka nevojë të mbështeten dhe mbi të gjitha atë të vërtetën që rezaton ai shumë dhe ne duhet ta themi dhe ta mbështesim, sepse në fund të ditës gjërat siç e the dhe ti bëhen më të bukura kur je në ekip, po bëhen më të bukura kur ne mbështesim njëri tjetrin. Sara, dua të më thuash pak në lidhje me gjërat me jetën tënde personale. Kur them personale, dua që ata që na dëgjojnë tani të dinë më shumë për ty. Çfarë bën Sara në një ditë të saj? Përpos
pjesës angazhimit politik që e ke tani. Tani e ke shumë gjeshur, nuk ka dyshime. Si e kalon Sara kohën e saj të lirë, kush janë hobit e Sarës, ç'a pëlqen ti më shumë, ç'a muzikë dëgjon Sara? Për sa i përket hobit, dikur kam qenë lexuese shumë e mirë, tani nuk jam dhe aq, sepse kam tradhtuar leximin me podcastet. Jam një dëgjuese tashmë shumë e mirë dhe jo një lexuese shumë e mirë. Digitalizimi dhe epoka që ka ardhur na avancon. Ndoshta kjo ndodh edhe për hir të shkurtimit të kohës që kam të lirë, mirë po gjej gjithmonë një moment, qoftë kur jam duke shkuar për në punë, qoftë kur jam duke shkuar për të marrë vajzën nga kopshi, apo mbrëmjet vonë për të dëgjuar, dhe nëse nuk kam dëgjuar 2 podcaste në ditë, për mua ajo ditë nuk është krijuar, nuk është mbaruar akoma. Kështu që tani padyshim që këtë e kam spostuar sepse jam duke u marrë gjithë kohës me këtë angazhimin politik, ndërsa për sa i përket pasioneve të mia, nuk jam njëri shumë fan, që do të thot, jam pak boring në pasionet e mia. Pra, unë edhe kur kam qenë më e vogël, bashkëpunëtarët e mi, kushërinj apo edhe motra ime, se ajo gjithmonë më shite me një libër politik, filozofi politike në 40 gradë në plazh, edhe thoshte moj, je në Tereziti. Ato gjithë duke bërë Lora në plazh, Sara duke lexuar libër. Po, kam qenë ky struktur njeriu i vogël që po themi nuk është se kam qenë shumë njeri aktiv i sporteve apo i pasioneve që je në lëvizshmëri, besoj është edhe e dukshme kjo, mirë po inkurajoj të gjithë në fakt që cili do qoftë pasioni vet, atë mos ta lën. Pra, kjo pjesa që unë them leximi apo sot podcastet, që marr një pjesë shumë të mirë ditës time, në fakt më kanë ndihmuar shumë në gjithë rrugtimin tim dhe vazhdojnë më ndihmojnë edhe sot. Jo vetëm më qetësojnë, po më ndihmojnë në fakt edhe në përditshmën time, patjetër të bëj një folse më të mirë, patjetër që të bëjnë edhe një dëgjuese më të mirë, po patjetër që të hapin edhe disa skuta të mendjes, në të cilat ti mund t'i kesh mbyllur, unë mund mos i kesh hapur kurrë dhe gjen aty një dritare të re për ta hapur. Ndërsa për sa i përket muzikës, jam një miks i të gjithave, jam një njeri që e dua muzikën, por nuk kam siç e thash, nuk jam njeri që lidhem shumë me modelet, me pëlqimet e forta. E dëgjon për momentin, sa ashtu është vibe për momentin. Po, nuk kam paragjykim për asnjë lloj zhanri, jam një vajzë e re, patjetër që i di përmend gjithë këngët e Brizit tim, patjetër që në gjitha netët festive, në përpartje, i di të gjitha përmendësh siç i dinë edhe bashkëpunëtarët e mi, e dua shumë muzikën shqip, qoftë atë që është dhe ka vlerat e vërteta, po edhe këtë komercialen, unë e pëlqej dhe e përqafoj se në fakt jetojmë këtu, edhe nuk duhet të bëjmë dhe të veshim ato filtrat sikur nuk jetojmë këtu. Sikur nuk e dëgjojmë, se gjithë kemi një disk të makina me këngët e Noizit për shembull. Po, i diun gjitha këngët e Noizit për shembull, di të gjitha përmendsh. Sara, ti në vitin 2024 ke bërë një postim në rrjetin tënd në Facebook. Ti ke bërë deklaratën surprizë që i ke thënë të gjithëve që shiko, unë kam marrë përsipër të futem në një mision të ri, një rrugtim të ri, siç është politika, etj. Dhe në një paragraf ti ke shkruar: unë sot nis këtë mision guximtar, ndoshta për disa don kishotesk, sepse jam një vajzë e re që dua, besoj dhe jam veç entuziaste të kontriboj për Shqipërinë e re. Dhe në fund fare ke thënë: o sot, o kur, sa parulle gjuar kjo, po, anyway, o sot o kur, kam nevojë për mbështetjen dhe energjinë e mirë të gjitha atyre që jeta më kanë dashur të takoj. Do jetë një rrugtim i vështirë, por besoj te vetja dhe besoj shumë tek ju. Ta lexova këtë se duke qenë se kam një eksperiencë gjatë në jetë publike, edhe në politik, edhe në media. Zakonisht kur shkruhen të tilla njoftime, deklarata, për t'i thënë njerëzve që shiko, unë po marr një iniciativë të re, flitet shumë me fjalë të mëdha po dhe të pakuptueshme ndoshta edhe nga ata që i shkruajnë, por flitet me fjalë partije, që do thotë më jepni vot besimin tuaj, unë për ju do të bëj këtë, unë për ju do të bëj atë, shiko se me mua ju do shkoni direkt në Bashkimin Evropian, gjërat të cilat ne i kemi dëgjuar. Unë ta lexova sepse realisht më bëri përshtypje dhe ti ke shkruar: unë nis këtë mision guximtar dhe o sot o kur kam nevojë për ju dhe besoj te vetja, ke thënë ti, dhe besoj te shumë nga ju. Po.
Kjo lidhet pa diskutim me gjithë diskutimin që ne patëm në lidhje me vërtetësinë edhe në lidhje me të qëndruarit e vërtet. Unë aty, ai ka qenë mesazhi i parë ku kam bërë publik edhe kandidimin tek deputeti që duam. Patjetër që për një pjesë të mirë të njerëzve nuk ka ardhur surprizë se e kanë pritur që kjo dikur do ta shkrepi dhe do ta nxjerrë brenda zemrës saj atë gjë që e do aq shumë. Mirë po, për një pjesë të mirë të njerëzve që menduan se unë këtë ëndrrën time e futa në një sirtar dhe e mbylla aty përjetësisht, patjetër që ka qenë surprizë. Nuk kam dashur asnjëherë që komunikimi im publik të jetë ndryshe nga komunikimi që unë kam në të përditshmën time. Dhe nuk dua, siç dhe më herët e shprehaj, që të më ndryshoj dhe të më veshë politika me një gjë që unë nuk jam. Edhe në këtë aspekt, unë jam vajzë e fjalëve dhe unë e di shumë mirë që kam një avantazh tek mënyra se si e luaj fjalën dhe tek mënyra se si arrij që ta tejçoj mesazhin nëpërmjet fjalës. Pa diskutim që duhet ja dim vetes edhe edhe ta përdorim atëherë kur duhet që ta përdorim. Mirë po, arsye pse kam thënë kam besim tek vetja dhe kam besim tek ju, është pikërisht për kjo. Unë kam besim që tani që unë e marr përsipër këtë gjë, do ta bëj ashtu siç duhet bërë, ama kam dhe shumë besim që dhe tek ata të cilët më ndjekin dhe më kanë shoqëruar përgjatë gjithë jetës time, është momenti që do ta bëjnë dhe do ta japin mbështetjen e tyre në format nga më të ndryshme që neve ta çojmë përpara këtë mision, sepse duket si një kandidim individual, por në fakt është një gjë shumë e madhe prapa, sepse unë mendoj që me përfaqësimin tim në parlament, aty përfaqësohet familja ime, aty përfaqësohet shoqëria ime, aty përfaqësohet kolegët e mi që kam pasur gjithkohës. Unë jam shumë e besimit që në një grup me 4 njerëz ti je i pesti, që do të thotë të gjithë ata njerëz që kanë qëndruar dhe ndajnë jetën me mua, në fakt janë dhe ata unë, janë dhe ata si unë, sepse nëse nuk do të ishim, nuk do ta ndanim jetën bashkë. Kështu që ky rrugtim duket personal, por në vetvete nuk është i tillë. Është një grup i të madh njerëzish me të cilët ti ke ndar 30 vite të jetës tënde. Dhe deri diku të gjithë ata janë të përfaqësuar tashmë nga ti dhe nga modeli jot, model cilën ata e kanë përqafuar për aq kohë sa e kanë përditshmën e vet. Sara, ti ke kandiduar te platforma deputeti që duam, tingëllon shumë bukur, deputeti që duam. A është Sara deputeti që duam? A do jetë Sara deputeti që do duan qytetarët në kuvend? Më shumë se sa deputeti që duam, mendoj që jam deputeti që duhet, sepse kam vënë re që edhe të rinjt, të cilët janë bërë pjesë e politikës, të cilët absolutisht i respektoj të gjithë, qofshin këta majtas apo djathtas, dhe kam një bon sens dhe kam një ndjesi të mirë për gjithë ata. Unë dua dhe e mendoj të vërtet këtë gjë, që kam një veçori të cilën nuk e kam parë shumë të këtë tjerët, që lidhet më shumë me shpirtin tim luftarak. Unë e shpreha, jam vajzë e fjalës, por nuk i trëmbem asnjë fjale. Pra, unë jam një vajzë që e di shumë mirë që do e zë kohën time në atë foltore në parlamentit. Dhe e di shumë mirë që nëse do më thuhet një fjalë që nuk duhet, unë do them 10 fjalë mbas saj. Pra, nuk mendoj se do të kurresha ndonjëherë nga pasiguria apo frika që të vjen ndoshta dhe natyrshme, kur ti je një i ri në politik dhe një i ri në parlament. Dhe ndaj dhe i lidha me këtë deputeti që duhet, sepse shumë herë kemi parë figura të reja mjaft të respektuara që nuk kanë arritur të krijojnë dot një identitet të tyre si në familjen politike, ashtu edhe në parlament në përgjithësi, sepse kanë qëndruar pak të stepur edhe pak të friksuar për të shkuar në fushë betejë. Unë e dua fushbetejen, e kam dashur gjithmonë dhe siç dhe unë e përmenda në fillim, i kam lidhur të gjitha pikat për të shkuar atje. Dhe kur unë jam fushbetej, unë jam luftarake beteje, nuk jam as gomë rezervë edhe as për të mbajtur ngrohtë një karrige, cilën qytetarët nuk duan që ti ta mbash ngrohtë, duan që ti të japësh ritëm dhe vibrim edhe të bësh diçka nëpërmjet saj. Po bolla ka mbajtur ngrohtë 30 vjet ca e ca, Sara, tash nuk ka nevojë më. Ideja është të besojmë te gjenerata e re që mos kemi më nga ata politikanë edhe vendimarrës se thjesht kanë ngrohur karriken, edhe është fatkeqësi e madhe që gjysmën e parlamentit në Shqipëri, deputetëve, qytetarët nuk i njohin. Ne kemi bërë sondazhe në media, apo edhe kur kemi lexuar statistika, një pjesë mirë të deputetëve nuk
nuk i njohin, nuk e kanë fare haberin e emrit të tyre, jo mos se kë përfaqësojnë si Kjo qëndron, patjetër është e vërtet dhe diçka tjetër që jo çdo deputet domosdoshmërisht duhet të jetë një folës shumë i mirë, në sensin e asaj që jo çdo deputet duhet me domosdoshmëri të ketë një protagonizëm të shtuar, sepse ka deputet të cilët janë shumë të mirë në atë punën e përditshme dhe të brendshme të parlamentit, në hartimin e ligjeve, në mënyrën se si relatojnë ato ligje. Do jetë deputetja që do thyej rregullat, në sensin e nuk e kam thyer në adoleshencë, le të thyejmë tani. Le të thyejmë tani. Sara, para se ta mbyllim, mundua që ti nëpërmjet Bajiti Podcast, hapësirës që unë ta kam dhënë me shumë dëshirë, të japësh një mesazh për të gjithë të rinjtë dhe të reja që dëgjojnë. Sigurisht për të rinj në gjithë Shqipërinë, sepse audienca është në gjithë Shqipërinë, por ti je kandidate në qarkun e Elbasanit dhe je përfaqësuese e të rinjve dhe të rejave këtu. Çfarë do t'i thotë Sara të rinjve të qytetit të Elbasanit? E di që shumë njerëz mund të mendojnë që fjala e fundit domosdoshmërisht në këtë pikë duhet lidhet me politikën, mirë po ja që nuk do të jetë e tillë, sepse nuk mendoj që është politika në qëllimin vetvete, politika është mjeti për të shkuar drejt qëllimit. Qëllimi im final është në fakt që të jetojmë në një Shqipëri shumë më të mirë dhe që brezi jonë të ketë mundësi të jetë aty ku meriton të jetë. Pse them këtë? Në përditshmërinë time një të rinj të jashtëzakonshëm. Punoj me ta, i njoh, më frymëzojnë, i frymëzoj dhe ka një klim aq të mirë të rinjsh, po këta të rinj janë aq të padukshëm, e këta të rinj shumë herë mërziten aq shumë për këtë qasje kaq të padukshme, saqë më pas rrokin edhe shohin t'i gjejnë mundësitë tjetër kund në botë apo kudo qoftë. Kështu që thirrja ime për gjithë të rinjt është dukuni. Bëjeni veten të dukshëm, spikasni në çfarëdo lloj fushë qoftë talenti, pasioni apo ajo që ju doni të bëni në jetë. Mos e bëni në privaten tuaj, mos e bëni vetëm në kokën tuaj dhe në atë dhomën ku ju ëndorroni, edhe e kam shumë sigurt që ëndrat i kam pa kufi aty. Ëndorroni hapur, thojeni me zot lart, kërkojeni, kapini, vraponi drejt tyre. Ndoshta nuk do arrini deri në fund, por gjysmën njerëz do ta arrin, ndërsa pa e artikuluar ëndrrën e vet, pa e artikuluar qëllimin e vet, nuk arrin askund. Unë jam modeli më i mirë i kësaj, e kam bërë dhe e kam dirë nën lëkurë se çfarë do të thotë të mbetesh i vërtet dhe të vraposh drejt qëllimit tënd, dhe të kthehet qëllimi jot pastaj në një mision që ty të jep adrenalin gjithë jetën tënde. Unë jam njëri shumë pasionant dhe vibroj me të gjithë njerëzit pasionant të këtij vendi dhe mendoj që nëse është diçka që e mban gjallë të gjithë këtë, po themi, cikël që ndodh për rreth nesh, ku pa diskutim politika është një faktor kryesor, është pikërisht ky pasioni i cili nuk vdes. Dhe unë mendoj që mua nuk ka për të vdekur dhe dua shumë që dhe të rinjve tjerë mos të vdesin ndonjëherë pasioni. Kështu që guxoni, jini vetvetja edhe kapeni. Sa mirë që një vajzë si Sara aplikoi te platforma deputetit që duam dhe sot e kemi kandidatën në qarkun e Elbasanit dhe na rrëfeu shumë gjëra jo vetëm për politikën, por edhe për jetën e saj dhe gjithçka që Sara bën. Ishte një bisedë shumë e bukur, uroj ta kesh shijuar. Një bisedë midis të rinj, pra, e shes se ndodh. U kënaqa shumë me Sara, Sara të uroj shumë suksese, një rrugtim sa më të lehtë, edhe të gjesh atë balancën që diton ndërmjet familjes, politikës edhe gjithë karrierës tënde brillante që të pret përpara. Qëndroj gjithmonë kështu rrezullice dhe diellore dhe uroj të frymëzosh vërtet shumë të rinj edhe të reja dhe në fund të ditës ajo çka është më rëndësishme, Sara të jetë vërtet përfaqësuesja e qarkut e Elbasanit e denj në parlamentin e Shqipërisë dhe pse jo shumë afër Tiranës ne të kemi atë zhvillimin që duam edhe të kemi të gjitha ato gjërat e mira të cilat i kërkojmë për t'i pasur dhe nuk i kemi. Faleminderit gjithëve ju që na ndoqët dhe shihemi në puntatën e radhës. Mirupafshim.